Zbulohet gjinja e bebit të Leonora Jakupit? Ja çfarë po thuhet në rrjet? Prej ditësh, emri i këngëtares së njohur Leonora Jakupi po qarkullon me të madhe në mediat roz dhe në rrjetet sociale, pas aludimeve se ajo mund të jetë në pritje të ëmbël. Edhe pse deri më tani asgjë nuk është konfirmuar nga vetë artistja, ndjekësit kanë nisur të zbërthejnë çdo postim, paraqitje dhe detaj të saj publik. Dyshimet nisën pas disa paraqitjeve të fundit ku fansat pretendojnë se kanë vënë re ndryshime të lehta në pamjen e saj, duke ngritur menjëherë pikpyetje për një shtatzëni të mundshme. Por surprizat nuk mbarojnë me kaq. Në rrjetet sociale ka nisur të qarkullojë edhe një tjetër pretendim, se Leonora po pret një djalë. Burime jo zyrtare dhe komente të shumta nga ndjekësit sugjerojnë se gjinja e bebit mund të jetë mashkull, megjithatë këto mbeten thjesht spekulime. Pas disa hulumtimeve në rrjet dhe kontakteve me burime pranë këngëtares, rezulton se nuk ka asnjë informacion të konfirmuar për një shtatzëni, e aq më pak për gjinin e bebit. Deri në një reagim zyrtar nga vetë Leonora, gjithçka mbetet në kuadër të thashethemeve roz. A do të kemi një surprizë nga artistja në ditët në vijim? Apo e gjitha është vetëm një zhurmë mediatike? Mbetet të shihet.